Mirëmëngjesi të gjithë. Nëse jeni duke dëgjuar pak fare muzikë të tillë melankolike në mëngjes në sfond e ka fajin kati. Pjesë e stafit, sepse gjithmonë kërkon të vendosi këngë në mëngjes të cilat të krijojnë atë ndjesinë e mërzitjes. Mirëmëngjes të gjithë, mirëmëngjes. Më keni munguar shumë këto 3 ditë. Mirëmëngjes Martin, si je? Mirëmëngjes Genci, si po kalon ju? Atëherë, unë kam 2 gjëra për t'i thënë sot. E para, e di që shumica për ju kanë marrë pushime e fund vitit, falë Zotit, por jo rastim, nuk e kam marrë akoma, dhe e di shumë mirë që jeni në shtëpi duke ndjekur, dhe kjo shikohet edhe nga shifrat e shikueshmërisë, kështu që nuk ka justifikime ku ju nuk mund të angazhoheni në biseda apo të ndiqni emisionin sot me Xhesi. Nuk kam justifikime, jam në punë apo është orari pa përshtatshëm, sepse tani je tutje. Do i ndiqni paktën në këtë periudhë që ju jeni në shtëpi. Fillimisht ju uroj gëzuar Krishtlindjet, sepse ishin herën e kaluar tek shtëpia e mbulsirës e quajun Kiki, por nuk mundja do t'ju uroja kështu në veçantë Krishtlindjet, për gjithë ata të cilët i festojnë edhe që ndihen mirë në atë ditë, edhe qëllondet disa persona kanë ditën e emrit atë ditë, kështu që janë 2 ditë të shënuara. Gjithashtu uroj edhe që kjo java e fundit praktikisht të këtij viti të lodhshëm edhe të mundimshëm të shënoj edhe fundin e kësaj lodhjeje, edhe të përgatitemi për një vit tjetër, një vit plot me surpriza, që është një nga të këndshmet, dhe të jemi sa më larg këtyre nocioneve të padëshirueshme që kemi përjetuar paktën gjithë këtë vit. Malbora, mirëmëngjes Xhulio. Xhulio ndoshta për një moment ke menduar që nuk jam, por jam. Ndërkohë Martin, të falenderoj shumë që më ke dërguar opsione të shumta dhe sugjerime të shumta për të realizuar live-in e ditës sotme. Martini ka qenë nga ato të cilët kanë dërguar të gjithë sugjerimet e tij për temat që ne mund të diskutojmë ditën e sotme, madje ka bërë skenar, sepse i pëlqente shumë të ishte edhe autori i programit, mos gaboj Martin, dhe më vendosi gjithë skenarin e emisionit që nga hyrja, zhvillimi dhe mbyllja e tij. Kështu që të falenderoj shumë. Do t'i përdorim absolutisht kur ne të kemi ditën e aktualitetit. Madje edhe Ilsan që prap nuk e kemi këtu, nuk e di pse akoma nuk na është përgjigjur, kemi filluar të shqetësohemi unë dhe Xhulio, dhe po thoja që edhe Ilsa zakonisht na dërgon shumë opsione dhe këshilla dhe sugjerime për emisionin, për tema të ndryshme, dhe më thot në fund, Xhes, të lutem këtë mund ta përdorësh kur të kesh ditën e aktualitetit. Pra vazhdon, jo vetëm që dërgojnë sugjerime në bazë të gjithë emisionit, por edhe din ditën kur ne i përdorim këtë temë. Ndjesh shumë mirë që jeni atashuar në programin. Të përshëndes unë dhe Erioni, mirëmëngjes Franci, shumë faleminderit, edhe unë ju përshëndes të dyve. Mirëmëngjes të gjithë. Si keni qenë, më tregoni pak si shkoi kjo fundjava. Do doja shumë të dija si shkoi gjithë fundjava, si kaluat, çfarë pritshmëri kishit për fundjavën dhe rezultoi ajo në nivelet e larta të pritshmërive tuaja. Ndërkohë, çfarë do ju thoja diçka tjetër para se ta harroja? Martini në fakt më bëri një pyetje ditën e dieshme dhe më tha: Xhesi, besoj ne do rikthehemi gjatë live-it vitin tjetër. Dhe thash jo, Martini, jemi edhe të hënë në live, dhe Martini tha: o zot sa mirë, më në fund kemi akoma emisione që mund t'i ndjekim. Ndërkohë Xhulio që ka dëgjuar sot, por tema për cilën ne do flasim sot, Xhulio, besoj ka një lloj vëmendje dhe ka një lloj interesi nga gjithë ju, sepse në Bashkimin Evropian, pra në gjithë Evropën pothuajse, në 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian nisi procesi vaksinimit. Pra, nëse ne Xhulio kur ishim gjatë live-eve para disa kohë ishim duke diskutuar për gjithë procesin vaksinimit dhe sa larg dukej ai, nuk e di. Tani duket kaq afër, duket sikur po na troget e dera, pothuajse Serbia e ka realizuar edhe kështu me radhë. Po vjen vaksina edhe në Shqipëri, shumë shpejt besoj do të jetë këtu, nga fundi i marsit, nga fillimi i prillit pak a shumë diskutohet, por gjithsesi po vjen. Kjo është e rëndësishme, shumë afër dhe ndoshta bashkë me këtë po vjen dhe fillimi i fundit të kësaj periudhe. Xhulio na thot sot në punë që në 9, apo po Xhulio? Ika se tutna prej vaksinimit. Jo, pse ti ikesh as pak qëndrosh, ne ta diskutojmë pse tutesh nga vaksinimi. Në fakt ditën e sotme do realizoj disa sondazhe në fund të gjithë emisionit dhe do t'ju shoqëroj ato gjatë gjithë ditës, në mënyrë që ju të keni mundësi të shprehni aty disa sondazhe dhe opsioneve, po jo, të shprehni disa nga mendimet tuaja që ne të marrim një përqindje më konkrete të ndjekësve të dritarës se sa janë të atashuar apo jo me gjithë programin. Kastriot mirëmëngjes, Franci thot mirë në Shqipëri, shumë mirë na kish marrë malli për Shqipërinë. Franci, si erdhe ti, by the way, meqense mund të pyes, këtu më se ke ardhur nga Italia. Si erdha? Kishe ndonjë problem gjatë rrugës, gjatë transportit, për shembull për vaksinën, atë të kërkuan ty për shembull
disa dokumenta apo testi që duhet kisha bërë brenda 72 orësh, sepse mua më thonë që kur vjen nga Italia duhet të qëndrosh ato pjesën 14 ditë i garantinuar. A funksionon kjo? A i ke marrë informacionet e duhura? Shumë pyetje të bëra, po shpresoj të kesh mundësi të kthesh përgjigje. Mirëmëngjes Mami. Mami thot kalova shumë mirë këtu fundjavë sepse isha me vajzat e mia dhe unë bashkë me motorin tim u larguan drejt fundjavës. Këtë fundjavë drejt shtëpisë tonë, drejt mamas tonë dhe babit, edhe bëra diçka. Xhulios po e komentoja pak me Xhulion ditën e djeshme këtë pjesë që nuk e di sa ju ndodh ju besoj shumë rrat, të gjithë ju edhe miqtë Facebookut ju ndodh shumë rrat. Kjo është të lini telefona diku në një cep të shtëpisë dhe të shijoni momentet tuaja me familjen. Ndodh shumë pak për shumë arsye të ndryshme. Ndoshta sepse telefoni na bën dhe na krijon lidhjen me të afërmit tanë që nuk ndodhen në Shqipëri, ndoshta sepse telefoni na mundson shumë akses në informacion që nuk e marrim dot, edhe shumë gjëra të tjera. Pra ndoshta telefoni na shkthyer në një domosdoshmëri në nuk e shmangim dot. Ama unë këtë fundjavë bëra off, e lash telefonin më njan, nuk e përdora pothuajse fare, me erdhi dhe njoftimin që përdorimi i përqindjes dhe qëndrimi në ekranin e telefonit ishte ulur me 18%, kështu që për mua është një kënaqësi shumë e madhe që paktën këtë fundjavë arrija të bëja një largim total nga telefoni. Ju sugjeroj ta bëni një fundjavë këtë, nuk po them që ta lini telefonin në silent, sepse gjëra që unë kam më shumë bezi. Më pëlqen thjesht ta lë aty më njan, të mos i kushtoj vëmendje dhe më besoni ndihmon shumë në marrëdhëniet me familjarët tuaj, edhe në kohën që ju shijoni me ta. Ndërkohë, Francën e them përgjigje, po jo Xhez, veç një letër plotson aty në këmbë dhe asgjë tjetër. Unë as ato letra të plotsova i thash s'kam stilolas. Okej, shumë mirë. Pas ke shpëtuar. Ndriçimin ato përshëndetje nga Kreta. Përshëndetje ndriçim, si je? Të përshëndes shumë, se duket situata në Kretë, atje ku duket sikur klima nuk ka shans ta lejoj virusin të mbërri, megjithatë në Australi mbërrit edhe virusi, Ndërkohë, Xhuliona thotë përdorimi i celularit para se të flesh ka të njëjtën ndikim si varësia nga droga, e vërtet, shumë e vërtet, thuhet praktikisht deri në 20 minuta do ta lësh telefonin para se të flesh, pothuajse edhe 1 orë madje do ishte ideale, por që nuk ndodh kjo. Nuk ndodh kjo Xhulio dhe celulari dhe jo vetëm celulari, për pajisje teknologjike, përfshir këtu te lojrat, nuk e di sa të lidhur jeni ju djemt me lojrat elektronike dhe ato vërtet krijojnë një lloj varësie. Alfred ka folur për një virus të rrezikshëm që sipas tij do të shfaqet në fillim në muajin e vijim, a thua situata do të përkeqësohet Xhez? Martin, më lejo të them vetëm që Martin high five. Dimitris, mirëmëngjes. Jo, më lejo vetëm të them këtë Martin që absolutisht nuk po di të jap një përgjigje më konkrete, megjithatë po shikoja një element këtu ja ta marr direkt informacionin. Unë po e shikoja diku këtu në artikujt e blogut dritare.net, ku duket sikur do të rikthehet një valë tjetër e infektimit. Pra do të kemi një lloj tjetër infektimi. Unë habita kur e lexova, thash mjaft më, nuk dua më, nuk është po jemi në pritje të një tjetër virusi, megjithatë duket sikur do të ketë një tjetër valë infektimi, e kanë thënë të shumë media të tjera, qëndrojnë në nuancat e spekulimeve, prandaj nuk do doja të shpreh me ju sot se kam frikë mos krijohet ky nocioni i frikës dhe i panikut. Po megjithatë po hapen lajme të tilla, po përhapen lajme të tjera që lidhen edhe me vaksinën, a është ajo efektive apo jo edhe gjatë periudhës së versionit të virusit anglisë. Nëse e keni dëgjuar, besoj e keni dëgjuar shumica për ju, dhe nuk ka shans mos e keni dëgjuar, versionin e ri të virusit anglisë që kanë quajtur shpesh ndonjëherë mutacioni anglisë, ai po shbën gjitha balancat. Unë them që po shbën gjitha balancat sepse është krijuar një lloj frike dhe pasigurie për sa i përket aspektit të vaksinës. A është më ajo efektive kundrejt këtij mutacioni dhe a është ajo më e duhura për t'ju përgjigjur gjithë COVID-19? Disa kanë thënë që po, janë marrë edhe parasysh kur bëheshin eksperimentet, janë marrë parasysh edhe që mund të lindin mutacione të tilla, megjithatë nuk mund besoj që të ketë një diçka absolute në shkencë të paktën, kështu që besoj se do na duhet presim efektet, na duhet presim sa do të ndikojë në uljen e nivelit të infektimeve e gjithë vaksinimeve, sepse e rëndësishme është kuptoni vetëm diçka. Është shumë e thjeshtë, është një logjik shumë e thjeshtë dhe një rrjetim shumë logjik në të njëjtën kohë. Duhet kuptoni diçka që në momentin kur realizohet vaksina, është vetëm indikator, do të thënë një vetëm element që përcakton nëse ajo ka patur efekt apo është numri infektiveve. Unë paktën kështu e mendoj. Sa më i ulët jetë numri infektimeve që vjen pas procesit vaksinimit, aq më shumë rrezikshmëri të ulët kemi për sa i përket përhapjes së tij. Mirëmëngjes Nila, si je?
Lila na dërgote ti ndonjë foto nga Dbora, sepse po shikonim që në Itali është zbardhur e gjithë Italia nga Dbora, imazhet sot në dritare.net kanë qarkulluar pothuajse në të gjithë feedin e dritare.net. Aty kemi patur video që na nisnin nga Italia, nga çdo vend dhe qytet i mundshëm i Italisë. Ishin video me Dbor, ishin video nga shtëpia, nga balkoni, nuk e di, ishte një trashësi e lartë Dbor edhe se unë se prita të ndodhej kështu pa pritur. Megjithatë janë reflektuar edhe temperaturat e ulta këtu në Shqipëri, si duket ka patur ndikim të jashtëzakonshëm. Ndërkohë Franci na thotë inshallah mbaron kjo e para, pastaj le të vi virusi tjetër, ka marrë rrugën tani. Në Parma kishte rënë shumë dëbor, po unë kam motrën atje dhe në Parma kishte rënë jashtëzakonisht shumë dëbor. Okej, na thot Giulio, Çako po fliste për diçka tjetër në fakt, Gjesi, gjithsesi Martin pritet të vlerësohet fjala e atij me 6 janar ose të paktën deri në fund të janarit. Shumë e vërtet Giulio, thot Martini, por jo çdo parashikim i tij ka dalë me të vërtet, po fut pak panik te njerëzit. Me që se jemi këtu, Giulio dhe Martini, çndrojmë pak këtu në këtë diskutim që ju po bëni, që mua më pëlqen zakonisht shumë. A mendoni ju se media në këtë rast po luan një rol informues dhe desinformues apo një rol të krijimit paniku? Do doja shumë ta dija për ju. Vetëm një gjë kam vëre kohët e fundit për gjithë ju që po më ndiqni, është fakti që në media po them në analiza të shumta që janë bërë, kur janë të ftuar në panelet të shumta, abuzohet shumë me pjesën e aksesit që ato kanë duke thënë informacione dhe jo të sakta. Pra gjithë duken sikur janë bërë gjitholog, pra arrin të kuptojnë dhe të bëhen ekspert të shumë fushave dhe duket sikur arrin të japin një përgjigje të caktuar për problematika të caktuara apo dhe për vetë virusin. Pavarësisht se nuk janë kompetent fushët, pavarësisht se mund mos jenë mjek fare as virolog as një gjë, thjesht japin argumentet e tyre se janë ftuar në atë televizion. Ndërkohë Giulio na nis shumë meme për lidhje me mediat, për mediat vetëm meme me masa asgjë më tepër nuk shkoj. Është një meme që na dërgon shpeshherë Giulio, që ka të bëjë me mediat se si e ndryshojnë apo në një mënyrë e strukturojnë ndryshe informacione. Megjithatë, Giulio, nuk e di për ty, shpresoj mos kesh mendim tjetër, nuk e di për ty, po do thoja këtë që kohët e fundit, le të themi që ka patur një lloj ndryshimi, se di se sa ke ndjer ti në aspektin e informimit. Pra ka patur një rol goxha gjithë media po themi, informues sepse ja ka dashur dhe nevoja, pra it has to be, pra i është dashur ta bëj këtë gjë, duke qenë se ka qenë një nga periudhat ku duhej më shumë informacione, ka qenë një nga periudhat më voluminose për sa i përket informacionit. Ndërkohë Martini thotë media ka të drejtë të raportojë çdo lajm dhe lajmi duhet të jetë i përpunuar që çka do të thotë, jo fake news. Okej, po lind një tjetër pyetje për gjithë ju që po më ndiqni, për Nezirin, për Gjergjen, për Henën, për gjithë ju që po më ndiqni. A mendoni dhe a jeni ju dakord? Është një pyetje shumë e sinqertë kjo për gjithë ju. A mendoni dhe a jeni ju dakord për bërjen e vaksinës live, pra për këtë fenomenin live? Unë nuk kam thënë shpesh dhe vazhdo t'ju them do kemi shumë gjëra live, prezantime live, martesa live, ndarje live. Do të kemi çfarë kemi teatr tjetër, emisione live, radio live, pra çdo gjë është kthyer në platformat online live stream. Ajo që do të thotë pyetja ju dhe shumë e sinqertë kjo pyetje nga ana ime, është a besoni ju vërtet që gjithë edhe pjesa e vaksinimit duhet të realizohet live, pra arrit kjo kredibilitetin ndaj vaksinës apo krijon këtë pjesën e panikut, sepse nëse mama ka dërguar në fakt ma ka dërguar Giulio një imazh të tillë, nuk është se e kisha parë shpesh, pra e kisha anashkaluar, megjithatë duhet risjell në vëmendje. Ishte imazh një vajze e cila pjesë e personelit mjekësor, e cila po bënte vaksinën, edhe në një farë mënyrë humbi ndjenjat për shkak të faktorëve emocional që mund të jenë aty. Megjithatë po diskutoja pak me Giulio, a duhet apo jo të bëhet për shembull live i gjithë procesi i vaksinimit, vjen një pyetje direkt për ju. O gjese dhe martesat live në përshënjaj tani. Po pra Franci, live çdo gjë është kthyer në online çdo gjërat. Ndërkohë Giulio na thotë po ai që vot nga 15 që po dhe raste të tilla të vetvrasjes Giulio janë në nivele të larta, po nuk e di. Nuk arrit kuptoj të maninë ose në mënyrë tendencën për të bërë gjitha gjërat live. Ndërkohë unë jam duke kërkuar atë çka Martini më tha dhe do doja shumë ta gjeja. Me si pres ta gjej. Atë pjesën që mund të jemi në një tjetër val, një tjetër infektimi. Ndërkohë do doja shumë dija opinionin tuaj për këtë realizimin e vaksinave live, a jeni pro apo kundër kësaj metode që është zgjedhur dhe që është gjetur këto kohë të fundit? Okej, do mundohem ta gjej, shpresoj ta gjej. Gjithsesi, siç po e thoja në hyrje, Çako po thoshte që ajo infirmiere ka vdekur, nuk e ka gjithsesi pjesën e 15 kaçit. Okej, sorry. Se kuptovam,
Si ai që nga 15 ka. Nuk e kupton, nuk e kam parë ndoshta këtë Giulia, të kërkoj ndjes. Ndërkohë na thot Gjeni, unë personalisht e kam shumë frikë vaksinimin, duke dëgjuar burrin që punon në spitale dhe dëgjon variante nga më të ndryshmet. Pra po më thua në një farë mënyrë Gjeni që duke qenë se ti ke partnerin tënd, pra bashkëshortin tënd aty në pavion që është gati shumë afër vjes parë të luftës kundër COVID-19, nuk e ke këtë sigurinë, pavarësisht se ai ndodhet aty brenda dhe të thotë që vaksina është efektive, janë bërë eksperimente të tilla, prapë ke këtë pasiguri. Të kuptoj, imagjinon e tjerë që nuk kemi asnjë informacion të tillë nga brenda. Po na thotë Xhulio që ajo infermier ka humbur jetën, na thotë. E paktën ajo infermier që qarkulloi në rrjetet sociale një video të caktuar. Na thot Martini, një element shumë të caktuar. Na thot, ndërkohë na thot Franci që i thot na thot Erdiuni Franci, edhe dasmën tënde live do ta bëjmë, po pse jo, dhe unë jam dakord për dasmën live. Ndoshta kanë kosto shumë herë më të ulët. Ndërkohë na thot Martini, live nuk do të bëhet çdo gjë, por vetë është fillimi. Do të thotë që ja po fillojmë vaksinimin, jo çdo gjë duhet bërë live. Live shoh mund të një person live dhe të hapet dhe frika kundër gjithë kësaj. Ishte ai magjistar që do hitej nga 15 shumë vite më përpara. Okej, nëse mundesh të ma kalosh këtë informacion të se nuk e pas kam parë këtë, më ka humbur nga gjithë vëmendja këtë informacion. Edhe se sa të bëj ndonjë koment shumë për qeshur, tani ndërkohë që mund mos jetë për qeshur, po e lë fare. Të kërkoj vetëm ma dërgosh një inbox po munde. Edhe se si po thonë diçka Martini, që unë jam shumë dakord për këtë që Martini thotë, ndonjëherë transparenca e tepërt krijon dhe panik, frikë, pasiguri, edhe jep dhe efektin e kundër, kështu që duhet keni parasysh që duhet ketë shumë kujdes kur transmetoni gjëra live. Edhe unë gjatë live-it që jam këtu, por ju dën informacion shumë sinqert nga ana ime. Teksa unë ndodhem live tek ju, kam përshtypje se kam përshtypje, besoj unë edhe kam kujdesin të jashtëzakonshëm për transmetimin e lajmeve të caktuar. Ishte një ditë me Lorenë në pjesë të stafit, edhe po diskutonim që ishte një fakt ajo vrasja aty çifti në Itali, nuk kujtohet mirë vendi, dhe ishim në mëngjes, ku unë do të bëja opsionin ose rubrikën e aktualitetit, dhe tash Lorenës është ky lajmi, po pushton gjithë media, po pushton gjithë rrugët, edhe sinqerisht po thoja gati gjithë po flisin në rrugë për të, gati gjithë në rrjetet sociale po flisin për këtë çiftin që u vranë në një mënyrë shumë makabre, pra në të caktuar, në valizhe të caktuara, dhe ishte ai momenti i fundit, sekundi i fundit ku duhet të vendosja ta sillet tek ky lajmin apo jo. Unë e kam sjell lajmin shumë në mënyrë sipërfaqësore, nuk e meriton ndoshta për hir edhe të ndjeshmërisë që kishte, por unë e bëra këtë për respektuajnë fillimisht, sepse nuk më pëlqen që shikueshmëria të rritet duke patur lajme të kronikës së zezë, sesa ato pozitive, se patëm gjithë këtë periudhë dhe gjithë këtë kohë lajme të tilla. Ndërkohë na thot Franci Udis pranon ta regjistrosh tim një live dasmën time këtu te emisioni, po mund të ndodhi, realizohet kjo. Të garantosh shikueshmëri të lartë. S'ka problem, gjërat pozitive i realizojmë këtu në dritare. A mund të shkruaj vetë po bën kash? Jo, nuk mund edhe jeni për momentin. Ndërkohë Gjeni thotë do isha më i lumtur nëse Niku nuk do e bënte vaksinën, sepse për ato që punojnë në spital tani është obliguese, pra është detyruese, na thot Gjeni, dhe gjithsesi nëse do e bëj do të lajmëroj. Okej, Gjeni ta tregon figurën me qeshur, nëse e bën thot do ta them. Ndërkohë na shkruan Agronema me Xhesi, më në fund po të shoh live, më ka marrë madhe shumë. Edhe mua Daja më ka marrë madhe shumë për ty. Agroni është Daja im i preferuar, mos e thuaj të tjerëve, se kam shumë Daja. Edhe më nisi sot në gjithë video nga Italia të Dëborës, edhe po më thonë dhe unë sot jam pushim tha, dhe në këtë mënyrë do kem mundësi të ndjek live. Dhe mua më bë shumë qefi që gjithë kohën sot në mëngjes, të orës 10 deri në 11 do ta rëmbej live, kështu që shndroha aty që të tregoj informacionin më të fundit, edhe pse jo të më kënaqesh me ato komentet dhe argumentet që ti jep gjithmonë. Ndërkohë na thot Giulio, i kanë qef shqiptarët lajmet me vrasje, po është kjo tendenca të shkojnë drejt lajmeve të kronikës së zezë, është kjo tendenca të shkojnë drejt lajmeve që ndoshta i shqetësojnë në gjithë përditshmërinë tyre, po thjesht duan të marrin informacione sa vjen dhe më shumë. Ndërkohë kur vjen fjala pastaj për të folur për tema pozitive, për tema që duhen argumente, apo për tema sociale, kulturore që na prekin në përditshmërinë tonë, janë ata që tërhiqen më shumë, janë ata që nuk janë aty për të dhënë argumentet e tyre. Ndodh shumë shpesh kjo. Përpos këtij fakti, është edhe një tjetër Giulio, një tjetër mit që ekziston, që lidhet me pjesën që shqiptarët reagojnë vetëm atëherë kur bëhet fjalë për shkak për një ndeshje futbolli etj.
etj. Janë shumë mite që ekzistojnë, mirë po këtë gjë unë e kam vënë edhe gjatë live-it. Kur bëhet fjalë për lajmet kronikës zez, pra kur flas këtu për lajmet të cilat kanë qenë të tipit bezdisë ose shqetësuese për popullatën apo që janë shoqëruar me viktime, gjithmonë ka patur një tërheqje të caktuar. Kështu që nuk e di nëse ju e dini aktualisht që 27 vendet Bashkimit Evropian, vende anëtare të Bashkimit Evropian kanë nisur procesin e vaksinimit. Flasim këtu për vaksinën Pfizer dhe BioNTech dhe thuhet që BE-ja ka raportuar që deri më tani janë raportuar 335.000 humbje jete nga Covid dhe më shumë se 14 milion njerëz janë infektuar. Ndërkohë do të nisi procesi i vaksinimit edhe në vendet e tjera të jashtë Bashkimit Evropian, por kryesisht po nis 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Kështu që ky është një lajm shumë i mirë, edhe mund të them që është një lajm që na motivon për të kuptuar se sa shpejt po vjen në të gjithë këtë periudhë. Mirë bën që i transmetojnë se s'kan të gjithë telefona. Po, francete kjo është shumë e vërtet, ndonjëherë mungojnë pjesa e televizorit apo mund të keni hurdrita, ndërkohë ti mund të kesh internet në telefon, thjesht akseson në këto portale apo jo vetëm dhe kupton që aty janë lajmet më të fundit për t'i marrë ato në kohët më të para të ditës. Unë jam këtu te Globi dhe ka shumë trafik, na thot Iris, jetë e Globi dhe ka shumë trafik, gjithmonë ka trafik. Gjithmonë ka trafik Iris, po qetësohu vër një muzikë të bukur, na e kemi thënë çfarë bëhet kur ka trafik, mendohet, hidhen projekte të caktuara në trafik të ndush ndodhin këto gjërat. Njerëzit duhet të informohen patjetër dhe do doja shumë të ndaja me ju një intervistë që ka realizuar Lorena Fjolla, gazetare e dritar.net, ka realizuar një intervistë shumë të mund të themun esenciale për të kuptuar se si na vjen përjetimi i procesit vaksinimit, i vetë bërjes së vaksinës nga një mjek. Në këtë rast kemi mjekun Alban Bektoja që ka bërë për herë parë vaksinën në Itali. Sot është një mjek shqiptar, thotë sot është një ditë e madhe kur është pyetur se si jeni ndjerë pasi e keni realizuar, pasi e keni marrë vaksinën më saktë. Ai thot, unë kërkova vetë isha tek të parët 50 persona që e merr vaksinën, më pranuan dhe jam shumë i kënaqur. Thot e vlerësoj shumë që kam qenë marrës i kësaj vaksine, ishte një gjë simbolik. Thot gjithashtu që të njëjtën gjë bëri doktoresha e parë që zbuloi pacientin e parë. Na thot kur mendon se do të mbyllet e gjithë pjesa e vaksinimit, ai thot që pas mjekëve kush do të vaksinohet. Është bile që ju keni bërë më shumë rrjete sociale. Pas mjekëve do të jenë mësuesit ata që do të vaksinohen për t'i hapur rrugë zhvillimit të mësimit në klasa. Pra është target grupi stafi mjekësor, të moshuarit, mësuesit edhe kështu me radhë. Thot që a keni efekte anësore, pyet Lorena, një pyetje që gjithashtu ju e keni realizuar shumë herë më shpesh. Thot jo, jam shumë mirë, sot mora dozën e parë, ndërsa të dytën do ta marr pas 3 javësh, praktikisht për 21 ditë, pra doza e dytë jepet gjithmonë pas 21 periudhe 21 ditore. Dhe thuhet gjithashtu që nuk kam ndjer asnjë gjë përveç shpimit. Thot madje nuk më dhëmbas nuk më djeg pjesa ku është shpuar, thjesht qëndrohet në një vend për afër 20 minuta që mos ketë këtë efektin anësor dhe ti pret aty pasi ti ke realizuar vaksinën, derisa mbaroj procesi i vaksinës 20 minuta pasi e bën vaksinën që shikosh a ka ndonjë efekt anësor apo jo. Ndërkohë na thot Martini, ditën e ndjeshme avokati i njohur Altin Goca ka njoftuar se është infektuar me COVID-19, avokati thotë se ka kaluar një javë të vështirë me temperaturë, ky është një lajm i fundit. Okej, shumë faleminderit Martin. Shumë faleminderit për këtë lajm të fundit, unë nuk e kisha lexuar, them të drejtën. Ndërkohë, vazhdon intervista me mjekun në fjalë, thotë keni një mesazh për ata cilët që presin vaksinohen dhe jo vetëm, dhe ai thotë që unë kam parë shumë vuajtje nga kjo sëmundje, ndaj mund t'ju them, mezi po prisja të vaksinohesha. Kështu që do doja t'ju pyesja ju tani, sa të gatshëm jeni ju për të marrë vaksinën? Do doja shumë të dija një argument për secilin nga ju për të kuptuar në të treja platforma, në fakt edhe nga YouTube e pres komente për të kuptuar se sa të gatshëm jeni ju. Zona atë sondazhin që thash pak më vonë, po dua fillimisht të kuptoj a jeni të gatshëm ju për ta marrë vaksinën apo jo. Unë kam ndër të parat këtu që kam thënë live që unë do ta marr vaksinën, në mënyrë që kjo situatë përfundoj sa më shpejt, edhe tani pas këtij virusi ose versioni të ri anglez ose mutacioni anglez, ta kam vënë njerëzisht shumë pikë pyetje të gjithë këtë gjë. Nuk e di nëse do të jemi aftë ta marr apo jo vaksinën, nuk e di nëse do të kem sigurinë dhe besueshmërinë për ta marrë këtë vaksinë live, nuk e di t'ju them të drejtën, megjithatë anoj më shumë tek pjesa e realizimit të vaksinës, e marrjes së vaksinës, duke qenë se gjithë kjo situatë po na
po na shqetëson jashtëzakonisht shumë. Ndërkohë e gjeta Martinës, ndodhesh akoma aty, e gjeta këtë që më thej që Covid-19 nuk do të jetë pandemia e fundit, mos gabojmë ti më the apo Xulio, që po diskutonit për pjesën që nuk do të jetë pandemia e fundit. Mendohet që nuk do të jetë pandemia e fundit, pritet një lloj vale tjetër infektimi, por që do të jetë në nivele të kontrollueshme. Kjo është pak po e sigurt dhe kjo është më e rëndësishme. Thuhet gjithashtu që çdo përpjekje për përmirësuar shëndetësinë do dështojë nëse nuk adresohet pika më e rëndësishme kritike që bashkon humanët dhe kafshën dhe pikë të rëndësishme që janë për të diskutuar. Historia thot nga Organizata Botërore e Shëndetësisë na ka treguar se kjo nuk do të jetë pandemia e fundit dhe se epidemitë apo pandemitë janë pjesë gjithashtu të jetës, na thon, por investimet në shëndetin publik, ajo po bëhet një farë reflektimi në fund, përpos faktit që nuk do të jetë pandemia e fundit apo epidemia e fundit, apo më saktë, nuk do të jetë rreziku i fundit që kanosën njerëzimit. Kjo është pak e sigurt. Gjithë e dini që diçka që ka kjo ekzistenca jonë këtu në tokë është paparashikueshmëria, ose fakti që ti nuk ke një lloj sigurie për të nesër. Mendoj kjo të bën ty të mendosh se gjithçka mund të ndodhë. Duke qenë se gjithçka mund ndodhi, pandemitë të tjera mund na shoqërojnë probleme të tjera, mund na shoqërojnë kanose të tjera, mund na shoqërojnë fenomene natyrore të cilat janë realisht të pakontrollueshme nga dora e njeriu, mund të jenë të parandalueshme, por jo të kontrollueshme, ti marrësh edhe ti vendosësh në duart e tua dhe të rrisësh kontrollin, është e pamundur, kështu që për sa kohë kemi disa gjëra që mund t'i parandalojmë, të bëjmë maksimumin tonë, sidomos kur bëhet fjalë, ju a them siç është këtë, kur bëhet fjalë për fenomene natyrore ose për kujdesin ndaj planetit Tokë. Gjithsesi thuhet që investimet duhet shtohet, çfarë është reflektuar gjatë kësaj periudhe. Është efektuar që investimet në shëndet duhet përmirësohen, investimet në laboratore të shumta duhet përmirësohen, në vendet ku bën eksperimente të caktuara gjithashtu. Po, shëndeti është rritur. Nuk e di se sa vigjilent jeni treguar ju për sa i përket shëndetit, sa keni rritur ju kujdesin ndaj shëndetit, sa keni rritur ju vizitat tek mjeku, edhe çdo gjë tjetër. Besoj se çdo kush nga ju e ka një lloj interesimi për sa i përket shëndetit këtë periudhë, ose një lloj sigurie. Ne do ta realizojmë këtë pyetje edhe në dritare.net, do ta realizojmë edhe në Instagram dhe në Facebook, edhe kudo që kemi mundësi, do ta realizojmë këtë gjë për vetën arsye sepse është shumë e rëndësishme që të diskutojmë me njëri tjetrin se sa impakt ka patur në shëndetin tonë. Të gjithë e dimë që çfarë ka prekur kjo pandemia lidhet vetëm me shëndetin tonë, që është shumë e rëndësishme për të patur parasysh dhe për ta patur si pikë nisje të gjithçka që ne bëjmë në ditë. Arti gatimit, mirëmëngjes. Si jeni të gjithë? Ndërkohë shumë të heshtur për më duken sot, duhet sikur keni marrë pushime, po në kohë keni marrë pushime edhe për të shkuar. Jeni thjesht vizitor, thjesht po shikoni. Okej, është gjë mirë dhe kjo, do të thotë që kanë vëmendjen tuaj. Okej, Mirela Kumbara në fakt ish ministra e kulturës në një rrëfim për veten, politikën dhe librin që nuk e la kurrë, edhe këtë do ta lexoj pak në fund, që ta keni edhe këtë informacion sigurisht. Dhe çfarë po ju thoja diçka tjetër, po na thot Franci që të kemi shëndetin poshtë për të vojtur kemi ardhur të jetë. Jo, Franci, kemi ardhur edhe për të gëzuar dhe për të jetuar momente të lumtura. Kështu që thjesht kalojmë këtë situatën edhe jemi mirë pastaj. Mefail Hila thot nuk ka Covid-19, por është politika për të bërë vaksinën, janë ndjaj për të shuar sa më shumë njerëz. Kemi një tjetër teori konspirative që na vjen nga Mefail për post Almos që e kemi patur shpesh si një nga besnikët ndaj teorisë së saj konspirative, unë e vlerësoj shumë për idenë që na ka dhënë ato ditë. Na thot Mefaili që gjithçka është politike, që realizohet vetëm për të shuar ose për të ulur numrin e popullsisë. Mefaila e lidh pak këtë edhe me pjesën e mbipopullimit të planetit Tokë, pra fakti që ka patur një pjesë të mbipopullimit të planetit, apo të shpërdorimit të jashtëzakonshëm të resurseve, apo fakti që kishte më shumë popullsi se sa mundësia për të ushqyer të gjithë të popullat. Ai lidhi dhe me këtë element sepse për krah dhe në vazhdim të gjithë idesë tënde konspirative qëndron dhe kjo e dyta që unë sapo bashkangjita tani. Më vjen keq na thot Franci, i kthem përgjigje sigurisht Mefailit, por virusi ekziston dhe ta siguroj këtë gjë. Nuk e di Mefail, më lejo të kundërshtoj pak fare. Nuk e di nëse ka një lloj dyshimi për kredibilitetin e këtij virusi tani. Paktën shqiptarët, nëse mund ta siguroni dhe ju, po them shqiptarët në këtë rast se kam qenë më afër tyre dhe kam kuptuar, para disa muajsh mund edhe të kishte ndonjë dyshim, po tani nuk besoj. Duke qenë se të gjithë praktikisht njohim një të afër, njohim dikë që ka kaluar Covid-19, mos e kemi kaluar edhe vet, edhe kuptojmë shumë mirë gjithë situatën dhe themi që po ekziston dhe nuk ka dyshim për këtë të fundit. Ndërkohë Martini na thotë vizitat tek mjeku janë reduktuar sepse popullsia ka frikë të shkojë në spital. Pra ti Martin po thuaj që ka ndodhur efekti kundër në gjithë këtë
situatë. Ti po thua që nuk është e shtuar vigjilenca jonë për të shkuar e të frekuentuar, po e quaj këtë, për të konsultuar më shumë për shëndetin tonë, po ti po thua efektin e kundërt. Në fakt thua ti, është rritur frika për të shkuar në spitale për të marrë ndihmën e parë. Edhe ky efekt është, nuk e di pse e kisha harruar këtë, por edhe ky efekt është shumë prezent. Fakti që ti ke shumë frikë marrësh ndihmën e parë. Përkundër, si kanë filluar të këto home remedies, që janë produktet në shtëpi, në kushte shtëpiake, alla shqiptarët dhe mundonjëherë, që ti gjen justifikim ose gjen shërim të këto produkte duke i marrë ato me receta familjare shqiptare të trashëguara, se si mund të shërohesh, kura shtëpiake, kura në kushte shtëpie dhe nuk shkon për të marrë ndihmën mjekësore në spitale, duke qenë se frika është shumë herë më e lartë. Ndërkohë Aneta erdhi, Aneta mirëmëngjes, e ke bërë kafen për sot? Ndërkohë, t'ju them një element tjetër, krijon imunitet me një herë shumë. Është ky ilaç, a keni dëgjuar për këtë ilaçin, për një ilaç të ri që është krijuar kundër COVID-19, pra jo një vaksin, por një ilaç. Unë u habita kur po lexoja shpar, por thuhet që shkencëtarët britanik po eksperimentojnë me një ilaç të ri që mund të mbrojë njerëzit nga rreziku i infektimit me COVID-19. Kështu që dëgjoni mirë. Ky ilaç mund përdoret për rritje të imunitetit, për përdorim të emergjent dhe lidhet me grupet e rrezikut. Gjithashtu nëse miratohet nga federata, e cila i miraton këto absolutisht, do të jetë në dispozicion për periudhën mars-prill. Kështu që mund të nisi ky trajtim, përparësia e këtij ilaçi është se ju jep antitrupat më njëhershëm popullatës dhe mund të themi që është një mënyrë për ta luftuar COVID-19. Pra, se sa vaksina mund kemi një opsion tjetër që është një ilaç i caktuar. Ju besoni më shumë te vaksina apo te ky ilaçi? Te ky ilaçi kundër COVID-19. Unë i kam pak frikë këto ilaçe. I kam pak frikë se mund të kemi këto efektet e padëshirueshme, po edhe vaksina absolutisht është drejt për drejt, që lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë edhe me ADN, gjakun dhe çdo element tjetër të organizmit. Megjithatë të dyja të frikshme janë po ti marrësh nga efekti që mund të kenë, por këto ilaçe sikur kanë pak kredibilitet, mendoj unë. Pak ky është konceptimi im, nuk e di për ju si e mendoni. Ndërkohë, Italia, siç e dini, po ju jap një salame të fundit për të lidhur me temën që po diskutojmë, fakti që 27 vende anëtare të BE-s kanë nisur vaksinimin, ndërkohë 3 persona të parë kanë nisur në Itali procesin e vaksinimit, pra të 3 personat i kanë qenë nga kujdesi shëndetësor të 3 personat, edhe janë një infermier, një punonjës dhe një profesoresh në një universitet dhe në spitalin mjekësor, dhe thuhet që kanë bërë vaksinën në Institutin Kombëtar të Sëmundjeve në Rom. Ato janë të parë dhe konsiderojnë ditë historike për Italinë. Unë për vete do të Franci, zbëj as vaksin, as ilaç, nuk jam marr, jam se kokra e modës çfarë më duhen mua ato ilaçet, na thot Franci. Ndërkohë kemi Martinin i cili thot popullsia thot pini rakiesh kundra virusit, limon dalin këto shprehet. Thot Giulio Mosaro hurdhat Martin. Okej, edhe kjo është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë, të dyja këto kanë dhënë efekt jashtëzakonshëm në besueshmërinë e ne shqiptarëve për të zhdukur COVID-19. Madje ishte rasti kur unë me babin tim qëndronim gjatë periudhës së marsit në karantinë. Ishte shumë e komike ajo situatë, sepse i thoya babi shikoj se edhe një informacion i ri që rakia mund të krijojë këtë imunitetin dhe ta mposht disi virusin. Vërtet tha, e çuditshme se un kam kohë që e kam marrë këtë informacion tha dhe po e praktikoj. Me vendyrë kishte filluar gjithmisht të babit justifikonin faktin që e përdorin ndonjëherë rakin për çefin e tyre dhe në këtë rast po përdorin argumentin se shëron edhe largon virusin. Ndërkohë, agronomia na thot, duhet kemi besim te shkenca jo tek shitemet se bota ka kaluar shumë pandemi. Po mos ishte shkenca do të ishte shuar gjysma e botës. Unë mezi po pres ta bëj, na thot agronomia, i cili na shkruan drejt për drejti nga Italia. Edhe unë i bashkangjitem mendimin tënd. Da, edhe në fakt po e besoj tani që kjo ka të bëjë me karakterin e njëjtë që ne kemi. Edhe unë vërtet tani në këtë moment që dëgjova dhe argumentin tënd që më dhe, edhe unë mezi po pres ta bëj, që ndoshta pushon nga kjo gjendje e vështirë për të gjithë, fillojmë takojmë njëri tjetrin, ndje po ndanim me disa miq të mi disa video që ne kishim me disa të afërt mi disa video që ne kishim realizuar kur ishim bashkë, edhe tani faktikisht ne kishim qenë ato video të grumbulluar, duke festuar, duke kërcyer, na dukej një lloj anomalie jashtëzakonshme. Vërtet, aq afër kemi qëndruar me njëri tjetrin sa që tani kemi frikë. Tani pjesa e kontaktit me njëri tjetrin na ka krijuar një lloj frike. Ndërkohë na thot Franci, nuk është e vërtetë sepse rakia ka 20% alkool, nuk ka shumë, na thot Franci. Ndërkohë Mifaili vazhdon me argumentin e tij dhe i shndron dhe i bashkangjitet, ritheksojmë këtu dhe ripërmendëm që Mifaili ishte ai i cili tha që nuk ekziston pra çdo gjë politike, thotë që
gripi, viroza, ftoje ka pasur dhe në 2019, urgjencat ishin plot me smur dhe të vdekje ka patur, edhe është e habitshme se si u zhduken gjithë këto sëmundje dhe erdhi vetëm COVID-19 me vdekje të shurshme. Ruaj gjithë Zoti thot në shëndet dhe respektoj për ju. Shumë faleminderit me Fail për gjithë komentin tënd. Ajo çka po kuptoj nga gjithë argumentimi me Failit është fakti që ai thotë që e gjithë situata, na thot me Faili, është e lidhur me faktin që ka patur dhe grip dhe viroza të tjera dhe persona shumë herë më të shumë të sëmurë dhe të shtruar në spitale dhe mund të themi që janë kaluar shumë herë më mirë, edhe ja kaluar shumë herë më shpejt, por mund të kaluar dhe me shumë viktime, na thot me Faili, dhe prap nuk është bërë kaq e madhe. Ajo çka ka ky Covid, na thot Martini, me Faili nga ndryshe nga herët e tjera, është tash bërë shumë i zhurmshëm dhe çdo gjë politike, na thot. Ndërkohë, Giulio thot pyetje për Akronin. Ndaje kemi një pyetje drejt për drejt. Si ka mundësi thot që shkenca akoma nuk e ka zbuluar ato që Kurani apo Bibla janë shkruar shumë herë më parë? Si ka mundësi që shkenca nuk i ka zbuluar akoma? Për çfarë konkretisht, Giulio, nëse mundesh lutem të më drejtosh ose ta kornizosh pak pyetjen që mos të kemi një përgjigje shumë gjatë edhe nga ndjekësit tanë, se ndoshta nuk e kanë kuptuar konkretisht. Unë fakt mendova që ti do t'i bëje pyetje Akronit lidhur me faktin që pse nuk ka zbuluar, pse shkenca s'ka zbuluar sëmundje ose vaksina apo ilaçe, medikamente të tjera, kura të tjera për sa i përket sëmundjeve të tjera. Siç mund të përmendim këtu, e kemi thënë shumë herë, sidën apo shumë sëmundje të tjera. Atëherë, zotri, Kurani është besim në fe, na thot France, okay, kaluam në terrat e fes tani, por çka do doja unë të dija shumë nga ty, Giulio, është konkretisht pyetja ku është adresuar që të kornizohet edhe rruga e rikthimit përgjigjes së saj do jetë shumë herë më e thjeshtë. Shkenca është gjë tjetër, me gjërat që ne përballemi në jetë, na thot France, Giulio. Pati direkt një lloj zgjimi ose reagimi kur bëhet fjalë për shkencë. Visit Albania, përshëndetje, mirëmëngjes. Visit Albania është një nga faqet që ka fotot më të bukura që unë kam parë ndonjëherë. Ju juftoj ta vizitoni dhe ta shikoni pak profilin e tyre. Nuk ju kushton asgjë, vetëm një klik këtu ku jepet join, edhe mund ta shikoni më një herë. Ndërkohë për udhëtimet, Franci, më ti do rikthehesh në vendin tënd, aty ku ti punon në Itali, thuhet që duhet udhtoni vitin e ardhshëm, por duhet keni një pasaportë vaksine, pra duhet keni realizuar vaksinimin. Edhe kjo mund të realizohet edhe me sisteme smartphone apo me këto kompjuter apo me telefonat ku ju ta keni të konfiguruar aty që po ti e ke realizuar vaksinën. Kështu që siç e kemi diskutuar, nëse ju kujtohet, që unë kam bërë një bisedë me mikeshën time dhe thash a bëhet vaksinimi i detyrueshëm apo jo. Ne bashkë kemi thënë që askush nuk mund të detyrojë të realizosh vaksinën për vetëm arsye se jemi njerëz me të drejta të barabarta, jemi njerëz me të drejta mbi gjitha për jetë, për të vendosur mbi trupin tonë dhe çdo gjë tjetër. Dhe bashkë kemi diskutuar, nëse ju kujtohet Giulio, Franci dhe gjithë ju që po ndiqni, e kemi diskutuar që nuk ketë kurse si diçka që të ndalojë dhe detyrojë ta bësh vaksinën. Mirë, po ja shikoni pak që doli dhe ajo çka unë ju thash në ditën që po flisja me atë mikeshën, që do të ketë shumë korniza ku ti do detyrohesh ta marrësh vaksinën. E para është pjesa që ti nuk mund të thosh dot pa pasaportën e vaksinës vitin e ardhshëm, dhe kështu na thot na vjen burimi nga CNN ku thuhet që ju mund të testoni sa herë që kaloni një kufi dhe duhet keni aplikacionin në telefon për të kuptuar nëse jeni vaksinuar apo jo. Ktu lind ajo teoria e konspiracionit që rikthehet në vëmendje, është ajo e faktit që do të zhurmohemi. E kemi thënë shpesh këtë, do të zhurmohemi, do të jemi në mbikëqyrje e sipër. Ndërkohë Giulio thotë, jo, jam dakord me teorinë që shkenca nuk është aq shumë e zhvilluar. Kështu që kjo është thelbi që do të thonë Giulio. Nuk e dëgjova replikën nga Francin, nëse zgaboj. Okej, Franci thotë që jo të gjitha prit, atëherë zotëri Kurani është besimi në një fe të caktuar, thotë Franci, dhe shkenca është një gjë tjetër. Pra janë dy gjëra krejt ndryshme, thotë, gjëra me të cilën ne përballemi në jetë dhe shkenca është diçka tjetër. Ndërkohë na thot Franci që Gjesi, unë jam si Lamborghini shumë i shpejt dhe iki patrudhës. Okej, mos ik patrudhës, se kemi patur dhe raste shumë të këndshme nga këto ikjet ndaj forcave policore. Franci, lutem kujdes, se jo të gjithë e mirë presin mirë këtë pjesën e largimit. Na thot Martini, dim që prindit bëhen merak për fëmijët e tyre, ndoshta e ke lartë mendimin. Okej. Shumë faleminderit që bëre këtë pyetje, Martin. Çfarë mendimit janë prindit e tu, Gjesi, në lidhje me vaksinën? Janë pro apo kundër që ti ke këtë dëshirën të bësh vaksinën, duke qenë se prindit në thuaj janë ato të cilët shqetësohen për fëmijët e tyre? Po.
Okej, shumë faleminderit. Faleminderit për këtë pyetje që ti më bën her pas here, duke rikthyer vëmendjen edhe tek opinionet e mia, se ndonjëherë unë duke marrë opinionet tuaja harroj të shpreh opinionin tim. Janë absolutisht shqetësuar për sa i përket gjithë situatës së Covid-19. Janë absolutisht të shqetësuar për faktin që unë mund shëlloj këtu në Tiranë të kem goxha kontakte me njerëz edhe pa dëshirën time. Janë gjithashtu shqetësuar për faktin që kanë largësi. Ama për vendimet ndoshta që unë mund të marr janë goxha mbështetës, edhe ky është një rast i tillë. Nëse unë kam thënë që do ta marr vaksinën, kjo ka qenë edhe për shkak se mua më privon nga shumë gjëra marketing që unë mund të bëj, udhëtimet, specializimet shumëta që unë dëshiroj të bëj, gjithashtu dua të bëj disa projekte që detyrimisht duhet të jem me persona të tjera ose të realizojnë ato në një grup shumë të madh. Për më tepër dua të jem në kontakt me njerëz dhe kjo gjë më ka privuar jashtëzakonisht shumë. Kështu që mendoj që ato arsyet i bëjnë ata që të jenë më të qetë, edhe besoj që fakti që unë do ta marr këtë vendim për të realizuar dhe për ta marrë vaksinën do të jetë në të mirën time. Dhe nëse unë e kam marrë dhe kam arsyetuar të tillë, besoj se janë gjatë, por besoj do të jenë edhe më shumë kur unë ta marr dhe të kuptojmë që nuk ka patur efekte anësore. Po prisni njerëz se në vjesht vjen vaksina na thot Franci, është shumë e vërtetë, do na duhet shumë kohë për ta marrë atë, pra nuk është kaq e shpejt, po paktën Franci do thoya këtë që nuk është në 2022-shin. Në 2021-shin është pak më sigurt që do vijë. Ndërkohë në Itali versioni i ri i virusit anglez po e quaj unë, se mutacioni anglez ka mbërritur edhe në vende të tjera. Kemi thënë që virusi britanik ose versioni britanik mbërriti në Francë gjithashtu ditën e djeshme, gjithashtu ka mbërritur në Itali në 3 qytete kryesore, ku përmendim Napolin, Barin dhe Veneton, të treja këto epicentra kanë shënuar infeksion ose raste infektivi me mutacionin anglez. Ne jemi të zgjuar shohim njëherë çfarë funksionon në Europë, pastaj ne mendje shqiptarëve që na thot Franci që gjithë kjo vonesa lidhet me një arsye tjetër shumë logjik. Po na thot që ne presim çfarë ndodh në Europë, pastaj sigurohemi që ta marr apo jo virusin, vaksinën, po shumë e vërtetë. Gjithmonë ne presim që të tjerë ta realizojnë, pastaj ne të marrim alternativën e fundit Franci. Dhe kjo ndodh edhe për gjërat e mira. Presim që të tjerë të marrin të mira, pastaj ne marrin diçka tjetër. Okej, është një artikull të plot që gjenë në dritar.net që lidhet me varësinë ndoshta ndaj celularit, se si ndikon ajo, dhe keni shumë informacione të bukura të artikujt bura që janë shkruar këtë fundjavë në dritar.net, e keni tek opsioni stil jete ose kuriozitete dhe mund t'i gjeni aty. Atë çka do doja të ndaja pak me ju tani, duke qenë dhe duke shpresuar shumë mund të jepi argumentet tuaja lidhur me temën tonë kryesore, që lidhet me pjesën e procesit të vaksinimit. Okej, na thot Giulio Franci do të kërkoja të studoj pak më shumë Kuranin ose Biblën për të marrë informacione më shumë ndoshta, ndërkohë që Bartini na thot ne shqiptarët jemi pak kopjat, çfarë bën shtetet e tjera, bëjmë dhe ne, nuk ecim dot me këmbët tona. E di çka mendon Martin? Unë mendoj se nuk jemi kopjat, se thjesht jemi hezitues. Jemi hezitues të marrë vendime pa patur një lloj shteti i cili ka marrë vendime para nesh. Thjesht i quaj hezitues. Dhe ky hezitim vjen absolutisht nga frika, nga pasiguria dhe mospasja e disa faciliteteve që ti mundson, logjistikës apo çdo gjë tjetër. Pra një lloj frike dhe pasigurie që vjen edhe nga mundësitë që ne kemi për të përballuar një gjendje të tillë. Kështu nuk i vë shumë faj Shqipërisë për sa i përket kapaciteteve që mund të ketë. Tani ta shtrim pak në një tjetër nivel bisedën, që na pëlqen kur arrin e 46, është momenti ku mua ju më thoni Xhes, mjaft Covid, mjaft infektive, mjaft vaksinë. Na rikhthe pak ato dozat e pozitivitetit. Tani për të marrë pak dozat e pozitivitetit, na vijnë disa kuriozitete shumë të bukura që lidhen me periudhën e fundvitit. Ju e dini shumë mirë që gjatë periudhës së fundvitit probleme me maçën e mund kemi gjatë ditës tonë, edhe unë kam dhirë pak këto ditë, nëse vjen një re, ka qenë pjesa problemit fytit gjatë pjesës mund kemi ndonjë djegje apo rufa apo caktuar. Kështu që na vjen disa këshilla tani që mund t'i përdorni gjatë periudhës së festave, ku mund të jetë një çaj i nxehtë është shumë herë më i mirë për të larguar dhimbjen e fytit, edhe ka efekte antibakteriale. Ndërkohë, ashtu siç ju po thonë, hudhra përmban substancën alicin dhe ajo ka veti për të zhdukur çdo dhimbje të fytit. Kështu që na tha dhe Giulio këtë, shumë e vërtetë Giulio, dhe jo vetëm për Covidin, por edhe për dhimbjet të fytit. Ndërkohë çaji i xhenxherfilit ta thon këtu, kanellës ose gingerit. Nuk e di nëse ju e quajeni ginger, unë ginger e quaj. E përdor unë shumë këtu, ka ato efektin djegës, por ndihmon shumë për pjesën e dhimbjes së fytit. Ndërkohë na thot
Dimitris, te kompania ku punoj unë nuk mundemi që të punojmë post u vaksinuam. Ja një tjetër pengesë që na vjen nga COVID-19 për sa i përket vaksinimit. Unë tash nuk do lejohemi në qendra tregtare, nuk do të lejohemi për të grumbulluar me shumë persona, nuk do të lejohemi të realizojmë shumë gjëra të thojmë për shembull. Dhe gjithë këto do ta pengojnë në gjithë përditshmërinë tonë. Dhe besoj se kjo do të fillojë të krijojë atë efektin e detyrimit për ta bërë vaksinën kundër COVID-19. Na thot Giulio Martin, ne as kopjas nuk kemi, neve na thon me zor të bëjmë diçka kur ngelin prapa, po na detyrojnë në një farë mënyre. Okej, shumë faleminderit për këto argumente. Ndjehemi jeni shumë mirë. Dhe thuhet gjithashtu një tast i ngrohtë me bollgur është shumë i lehtë për të ngrënë dhe ka shumë vitamina. Tjetër çfarë kemi, shafrani indis është një tjetër element, gjithashtu është edhe anti-inflamator dhe ka shihet shqetësimi, por jo vetëm, këto janë dhe të mira për të konsumuar. Vaksina do me thënë do të jetë me detyrim. Detyrim, më lejo të them vetëm diçka Martin, nuk është se do të thonë që Martin, hajde këtu sot të bësh vaksinën, e ke detyrueshme. Nuk ndodh kjo sepse është Konventa Evropiane e Drejtave të Njeriut, por jo vetëm kjo, por edhe të drejtat universale të njeriut, të cilat në mënyrë kategorike nuk mund të presionojnë ty për të bërë diçka, sepse ti ke lirinë e vendosjes mbi trupin tënd dhe me jetën tënde, duke mos synuar jetën e tjerëve, por në këtë rast nuk e cënon kur ti je i kujdesshëm etj, mos i futemi në kësaj teme. Por ajo që do të thoja unë është që nuk do të detyroj askush të thotë Martini ja realizoje vaksinën kundër COVID-19, ama do të thonë Martin ti nuk mund të thosh dot nëse nuk e bën vaksinën, ti nuk mund të grumbullohesh dot nëse ti nuk realizon vaksinën, ti nuk mund të shkosh dot takosh të afërmit e tu dhe të bësh shumë gjëra të tjera, për shembull na thot Dimitris, kompania ku punojë nuk lejon po të vaksinove, janë shumë kushte të tjera, janë shumë korniza të tjera që ty do detyrojnë në një farë mënyrë të shkosh me domosdoshmëri drejt vaksinës. Kështu që besoj të gjithë bien dakord, Rita na konfirmon, bien gjithë dakord që kjo do të ndodhi, është e sigurt sepse vjen pak a pak, do të vinë në mënyrë graduale, nuk do të vi absolutisht një presion i drejt për drejt, sepse nuk i rri mirë askujt kjo, dhe nuk i reverdis askujt. Megjithatë, Martin fjalët e Çakos, ju ndish në shpesh si duket, ë? Që ma vini të ma komentoni këtu. Okej, t'ju bëjmë një, meqense ne kemi patur në fakt nismën më të bukur që ka patur ndonjëherë Dritare.net, besoj unë, për këtë vit, është nisma që lidhet me dhuro shqip, festo shqip, konsumo shqip, edhe absolutisht ja kam thënë dashuro shqip, dhe këtë mund ta bëni duke dhuruar diçka shqip. Dhe kjo nismë më ka shoqëruar nga fillimi i live-it deri në fund të gjithë këtij viti, pothuajse, paktën në këto 2 muaj që ne kemi qenë transmetim bashkë, nëse po 2 muaj emisioni sot me Xhesin, dhe jam shumë e lumtur që ne kemi patur mundësinë që në kohën tonë dhe në atë fund të live-it kemi patur mundësi të ndajmë me ju disa sugjerime për sa i përket nismave që mund kemi për fund vitin, si mund duroni një shport shumë bukur. Kemi pasur shporta të mbushura që nga prodhimet bio kanë qenë gjitha, por kryesisht mishrat e deri tek ato vegane, vegetariane dhe çdo gjë tjetër. Kemi një lloj kështu shumë llojshmërie dhe ju mund vendosni shumë herë dhe mund kemi një lloj mundësie zgjedhjeje shumë herë më të lartë. Kështu që mjafton dëshironi shkoni në Dritare.net dhe aty gjeni sportat më të bukur, ne kemi bërë një kolazh ku mund t'i gjeni. Keni të plotë edhe numrin e kontaktit dhe çmimet për katë se i gjeni në faqet e tyre në Instagram, dhe jo vetëm në Facebook i kanë dhe kudo tjetër. Ajo që doja të ndaj me ju sot është një sugjerim që vjen nga ana ime, një libër që sapo ka dalë, unë më pres që ta marr, është Ngadalësia, romani kështu quhet, Ngadalësia, dhe është përkthyer në farë mënyrë mos gabohem gjithmonë nga Mirela Kumbaro. Na vjen ky sugjerim nga Dritare.net, është në një rrëfim për veten, politikën dhe librin që nuk e la kurrë. Kështu që na vjen një sugjerim direkt, është kështu. Milan Kundera, Ngadalësia, kështu quhet, që ka hipotimeve dituria. Si libër, dhe ju mund ta gjeni besoj në çdo librari, shpresoj ta gjeni aty, dhe ka një rrëfim ekskluziv nga Mirela Kumbaro. Mezi u pres ta lexoj sepse shumë pak më ka rënë në raste të lexoj rrëfime të tilla në mënyrë të drejtë për drejtë. E kemi dhe të bashkangjitur tani Mirelën. Mirela, të përshëndes shumë. Mezi më prezon të jem një lexues të ardhshëm e librit tënd, edhe shpresoj të kemi mundësi ta gjejmë. Nëse mundesh më shkruash tani në koment ku mund ta gjejmë librin, shpresoj të jetë këtu në Dritare.net se ku mund ta gjejmë atë. Por unë po e kërkoj pak shpejt, me shpresën që do ta gjej. Ndërkohë ti je e ftuar të na shkruash ku mund ta gjejmë, ku mund ta blejmë këtë libër, sepse na vjen dhe sugjerim tani në fund të programit, të emisionit, dhe shpresoj ta gjejmë tani në fund.
është një intervistë e gjatë, është një intervistë e gjatë që ju e keni të përkthyer në dritar.net, artikullin e plot, edhe na thot gjithashtu Mirela, po lexoj këtë pjesën e fundit që ju keni thënë, përdora mjetin për të arritur qëllimin. Qëllimi është nxitja e leximit shumë fort i rrezikuar dhe imposhtur prej teknologjisë, dhe në fakt ne kishim këtë element Mirela të përmendur shumë kohë më parë. Në fillim në live-et tona ne po diskutonim se sa jemi afashuar ne me teknologjinë dhe sa jemi larguar ne librit. Na vjen ky sugjerim nga Mirela në këtë rast, po ky qëllim nuk arrihet pa mobilizuar të gjithë ndjekësit në shoqërinë dhe nuk fitohet kauza, po nuk u dëgjua. Dhe na thuhet gjithashtu që e thënë, normalisht kauza nuk tërhiqte vëmendjen e publikut dhe sidomos të medias që duhet luante një rol parsor në këtë edukim. Por për një qëllim të tillë si përor, isha dhe jam e gatshme të përdor mjetin provokues që rrjetet sociale dhe media të kujtoheshin dhe të flisnin për nxitjen, për lëvizjen, për nxitjen e leximit. Por është një luftë e gjatë kjo, se ja shiko edhe sot më shumë flitet për mjetin provokues se sa për qëllimin e rëndësishëm që synoja. Mjeti është shpejt, qëllimi ngadalt, na thot Mirela, dhe besoj na nevojitet shumë persona të tillë dhe njerëz të cilët janë të avë të gatshëm që të risjellin tek ne dhe të nxistin tek ne lidhjen me librin. Lidhja me librin është larguar, lidhja me librin është bërë e tillë që duhet ta kemi si një lloj privilegji nëse na rikthehet libri tek ne, tek lexuesi, sidomos për të rinj. Kështu që një sugjerim nga ana ime vjen absolutisht me gjithë besueshmërinë time te ky libër dhe kam një lloj përçmërie jashtëzakonisht shumë të lartë te ky libër dhe mesi po pres ta lexoj. Okej, autori është Mirela Kumbaro, sepse po na shkruajnë tani në dritar.net ku mund ta gjejmë, Do ja them pas pak ku mund ta gjeni. Respekt për Mirela, sa më shpejt do më vi libri që ta lexoj. Edhe mua më bëhet shumë qefi që ju arritët të atazoheni direkt me këtë titull dhe